Para se të fillojmë me sharjet për Maranin, fillimisht disa persona duhet që të mos dalin më televizor dhe të komentojnë për futboll. Duhet që tona cilët janë gjitholog që komentojnë dhe futbollin, të mos japin më komente për ndeshje futbolli. Jo e neveritshme kur dëgjoja përpara disa kohësh që disa thonin që kemi një Silvinho part 1, kemi një Silvinho part 2, kemi një Silvinho part 3. Jo pra jo, nuk ishte një Silvinho me 3 parte. Ishin lojtarët e kombëtarës me 3 parte. Sepse në kohën kur Silvinho mund të check-in, mund të polonin, mund të këdoj dilte përpara, kishim një Mario Mitaj, i cili pasi i dha besimin Silvinho, luante në Lokomotivën e Moskës dhe ishte një ndër lojtarët më të mirë. Dhe sot Mario Mitaj është në Arabinë Saudite dhe po i shkatron karrierën vetes me këtë lloj vendimi. Duhet largohet sa më parë nga aty. Ishte një Nedim Bajrami i cili kishte gjithmonë minuta dhe Nedim Bajrami sot nuk grumbullohet as në stolin e Rangersit. Kishim një Kristian Aslani i cili ishte në stolin e Interit dhe Kristian Aslani sot është në stolin e Beşiktaşit. Ishte një Armando Broja që pavarësisht se nuk është përdorur shumë me Silvinho për shkak dëmtimesh, Armando Broja në kohën e Silvinhos vlen 25-30 milionë euro sipas Transfermarkt dhe Armando Broja sot vlen 5 milionë euro. Pra ishin lojtar tjerë, nuk ishte një Silvinho tjetër, nuk ishte një Silvinho me 3 parte. Dhe ishte ajo që ishte befasuese fare që është shumë qesharake, është momenti kur ne mendojmë që jemi të mëdhenj. Në ato moment ne e prishim çdo gjë. Në momentin mund të marrë rezultate të mëdha vetëm në momentin që ka frymë kombëtare. Në momentin që ikën fryma kombëtare, ne vim në pikën që mundemi me Luksemburgun, që mundemi me Izraelin, pavarësisht futbollit ton sulmues, sepse kjo është pika e fortë e Shqipërisë. Dhe nëse kjo është pika e fortë e Shqipërisë, atëherë pranojmë që nëse ne luajmë me skemat tona që ne mendojmë që duhet luajmë sa më shumë në sulm, që jemi shumë frikacak, atëherë përfundojmë në ndeshje të tilla si kjo ndaj Luksemburgut. Sepse o ishte skema sulmuese këtë herë me Izraelin dhe me Luksemburgun, o nuk ka qenë asnjëherë në historinë e Shqipërisë. Me 7 futbollistë, shikojeni pak, me 7 futbollistë në fushën e Luksemburgut, me 7 futbollistë të cilët kërcënonin portën e Luksemburgut, por asnjëherë topi nuk shkonte në port. Asnjë goditje nuk ishte të rrezikshme. Dhe kjo tregon që ky është kapaciteti i lojtarëve. Si mundet që Elsi Dysaj të ketë 10 ndeshje që del lojtari më i mirë i kombëtares, ndërkohë që Elsi Dysaj ka 2 vite që është pa klub, ka 2 vite që nuk luan futboll në klub. Si është e mundur? Ku janë ata lojtarë të cilët ne mendojmë që janë kaq të mëdhenj? Ku janë ata lojtarë të cilët Silvinho i kishte rënë në qafë? Sot kanë hyrë gjithë fushë. Ka hyrë Kristian Shpendi, ka hyrë Armando Broja, ka hyrë Mirlin Daku, kanë hyrë që të gjithë. Kanë hyrë që të gjithë dhe askush nuk arrit do çnoj, sepse kjo është mënyra se si Shqipëria fiton. Sepse kjo është mënyra se si Shqipëria fiton. Shqipëria nuk fiton duke luajtur në sulm, sepse nuk e kemi atë mundësi. Mund të kërcënojmë pak më shumë në port, por shikoni se si jemi kapur në befasi, si me Izraelin dhe me Luksemburgun. Dhe Izraelin mund të psonim 2-3 gola dhe sot mund të psonim 2-3 gola, sepse nuk e kemi atë cilësi për të dalim në mbrojtje dhe tek e tek mbrojtësit tanë të fitojnë të gjitha duelet me kundërshtarët. Kemi lojtarë të Luksemburgut dhe Izraelit, cilët vendosen komplet vështirësi të gjithë mbrojtjen e Shqipërisë. Kjo tregon sakt se Shqipëria duhet luajë sipas hapit që ka. Duhet që t'i marrë maksimumin vetes duke luajtur me zgjuarsi, duke duruar tërkohën në mbrojtje, nuk kemi sulmuar askënd. Qoftë edhe në historinë tonë, jo vetëm në futboll. Ne mund vetëm të mbrojmë dhe në fund të fitojmë në sajtë e sakrificës dhe djersës. Shqipëria nuk sulmon dot. Shqipëria nuk ka sulmuar dot në historinë e vet, në luftrat e veta dhe nuk sulmon dot as në futboll. Nuk është kjo skema se si Shqipëria mund fitoj. Ndërkohë për Maranin ka pasur një gjë pozitive që unë ka parë sot e Marani, ishin zvendësimet. Ishin zvendësimet më të mira të mundshme, o dhe lojtarët më të mirë të mundshëm që kishte nga stoli dhe në fund asgjë nuk ndryshoi. Ishte po njësoj. Më pëlqeu fakti që Kristian Aslani më në fund po shikon stolin. U ndrua në pjesën e dytë, Kristian Aslani e kuptoi dhe vet kishte pa kënaqësi në fytyrë, ishte i mërzitur me veten dhe kuptoi që nga ky moment gjërat do ndryshojnë dhe ai nuk do të jetë më një lojtar i paprekshëm te kombëtarja, sepse nuk duhet të jetë. Me këto performanca që ka zhvilluar, nuk duhet të jetë. Si Kristian Aslani, ashtu edhe Nedim Bajrami, lëshonin disa topa nga vendi duke mos vrapuar. Thjesht nuk dëshironin që të vraponin. Dhe kjo, për sa kohë ti ke këtë lloj sjellje, atëherë nuk mund ta marrësh dot fanellën e kombëtares. Atëherë nuk mund të luash dot me fanellën e kombëtares. Dhe Nedim Bajrami po kopjonte stilin e lojës të Kristian Aslanit. Nuk kishte pse vraponte, ndërkohë që lëshonte disa topa të gjatë, të cilat ishin pa adresë dhe në fund ishte një pjesë e parë dhe një pjesë e dytë që Shqipëria e humbi te Luksemburgut.